Përshëndetje Wesley, uroj suksese në panajirin e librit 2025. Si fillim do t'ju pyes se çfarë përshtypjesh keni nga ky panajir? Përshëndetje Artur, të falenderoj për ftesën dhe të uroj suksese dhe të përgëzoj për punën tuaj në hapjen e këtij podcasti dhe këtij kanali në YouTube, ku transmetohen vlerat, puna dhe kontributi i njerëzve të ndryshëm. Sa i përket panajirit të këtij viti, pra panajirit të 28, për mua ka qenë i veçantë nga vetë fakti që është panajiri i parë në cilin unë promovoj gjithashtu librin tim të parë dhe pa diskutim në këtë këndvështrim ka pasur një rëndësi të veçantë në jetën time. Por për sa i përket përshtypjeve në përgjithësi të panajirit, duke u treguar racional dhe duke mos e përfshirë pjesën edhe promovimin e librit tim, por në përgjithësi të ndjekësve të panajirit, të vizitorëve të panajirit, sigurisht ka pasur një numër të konsiderueshëm dhe është për të vlerësuar grup mosha të ndryshme, një organizim të shkollave që vazhdimisht në ditët e panajirit kam parë nxënës që vinë panajir dhe është mirë që nxënësit të mësojnë me këtë ide, të vinë dhe të jenë vizitorë të librit, por nga ana tjetër sigurisht një pjesë e mirë e këtyre vizitorëve janë thjesht kalimtar apo fotograf të ambienteve të pallatit kongreseve, duke mos treguar ndonjë interes për librat në përgjithësi. Por sigurisht panajiri i librit është një eveniment i madh për artin, për letërsinë dhe për promovimin e shumë autorëve, shumë personaliteteve të cilët marrin pjesë në të. Dhe është ambienti ndoshta më i rëndësishëm, është pra java më e rëndësishme e intelektualitetit, ku një larmishmëri